muslimani në Ramazan të i kalon mes 3 etapave. Etapën e parë është hadithi i parë. Men sama Ramadane, kush agjeron muajin e Ramazanit, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kjo është etapa e parë. Kush agjeron muajin e Ramazanit me besim, me iman, duke llogarit shpërblimin tek Allah, duke shpresu ati ju falën mëkatet e kaluara. Kjo është etapa e parë që muslimani e kalon në Ramazan. Etapa e dytë është që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet, kush fal namaz në Ramazan, kush i fal taravit me besim, me iman, duke e llogarit shpërblimin tek Allahu, duke shpresuar shpërblimin tek Allahu, ati ju falin gjunat e kaluara. Kjo është etapa e dytë. Dhe etapa e tretë e Ramazanit dhe e fundit, ka thonë pejgamberi, men qama lejletul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Shiko pejgamberi 3 hadithe po na jep që na jep me kuptu etapat e Ramazanit. E para me agjëru, e dyta me fal namaz taravih, e treta e fundit, etapa e tretë, kush ngritet dhe falet në natën e katërit. E për qëllim, kush ngritet dhe falet në natën e katërit, nuk i ka për qëllim vetëm një natë, po e ka për qëllim dhejtë i fundit që gjindën tonë natë e katërit. Nuk janë 2-3 natë, është një natë, ama dhejtë e fundit, cila për tëve, da më thonë është natë e katërit. Kush angazhohet, kush ngritet dhe falet për me gjetë ata natën e katërit, në kuptimin e këtij hadithi, me iman, duke pat shpresën tek Allahu dhe xhel për shpërblimin, ati ju falen mëkatet e kaluara. Shiko subhanallah. 3 etapat që muslimani i përjeton në Ramazan. Pastaj vëllezër, si mujna me ditë me vepru vepra që me fitu xhenetin e Allahut azza wa xal. Dhe kjo është synimi i jonë, dhe kjo është synimi i Ramazanit. Çdo kush prej neve për çka bën vepra? Për me fitu xhenetin e Allahut azza wa xal. E vepra e parë të cilën njeriu mundet me fitu xhenetin, ta'at ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, është mi u bin të dërguarit të Allahut azza wa xal. Çdo hadith që ndëgjani, çdo praktikim të sunetit që ndëgjani, çdo hadith dhe praktikim të njëjtën gjë që tham, që shteni në veprën e ringjallën atë sunet, të inshallah kemi qenë banorë të xhenetit. Çdo sen që ndëgjani për xhallare, për njerëzit e ditur, duke thënë ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, bëndo për minjar. Ai pas ka thënë pejgamberi, ka thënë ndëgjum edhe në shtrum për minjar. Shiko sahabët që kanë qenë me ndëgjimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi ka folë diçka, u kryma. Njëherë sahabët kanë qenë duke nejtë me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi njëri pjashen u nas dokatit në dorë. Dëgjanit në xhamat, u nas dokatit në dorë, në gisht. Pejgamberi po thotë, "A se kam ndalu ju në këta?" Edhe ky sahabi e ka marrë edhe ka gjumë tokë. Ka shku pejgamberi, ka lënë atë mexhlis. Sahabët tjerë kanë thonë, po merre me ti, dokatosh, merre, e shet ato. Po vallah, a ka thonë pejgamberi, nuk e marr më. Çfarë në tokë ka me lanë? Ndëgjim për minjar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rasti tjetër, ja alladhina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi. O ju të cilët keni ndëgju, mos e ngritni zanat e ju mbi zanën e pejgamberit. Kur i të fol me hoxhën, i të fol me njëri ditur, dhe hoxhat vjen të ka thonë pejgamberit, po hoxh, po ne kam dëgjuar hoxhën tjetër, ne ka thënë kujdes. Po thot pejgamberi, po thot. Kur ndëgjon duke thonë ka thonë pejgamberi hesh për minjar. Dhe kjo ajet të thonë po na tregon Allah, o ju të cilët keni besu, mos e ngritni zonën e ju mbi zonën e pejgamberit. Ka qenë një sahabi në tyshmëri e tij në xhami kur ka i ai me fol me Zot lart. Kur ka zbrit kjo ajet, ai ka qenë në xhami. Edhe mo nuk ka orë në xhami.
nuk ka ardhur ky sahabi në xhami. Pejgamberi ka njohur këtë sahabi dhe pejgamberi është interesuar shumë për sahabët kur ka munguar ai kush në xhami. Filani besë ai keni pa filanin, filana e të pa filanin. Njëri prej sahabëve ka thonë dërguar me Allah, unë kam kushija ata. Unë nuk e di që është i smut, ama ka më shku me pyet pse s'po vjen ai në xhami. Ka shku ky sahabi, pse s'po vjen te xhami, ka thonë ka zbrit një ajet. E unë po kam prik që mos që ky ajet ka zbrit për mua. Edhe unë shkatërova, janë prej banorëve zjarrit xhanamit. Se zani janë ku ti në xhami o këtë foli, mashallah ka këto që këtë foli një pengan për me edhe hoqës. Unë do thamë për Amir atje foli, unë do thamë atje tre foli atje, apo, subhanallah. Edhe këtë sahabit një të në gjallë, ka thonë, unë kur ti në xhami o këtë foli, është më zanja maj lartë se zanja për Amirit. Në të shmeri e ti ju kanë. Ta të për që ata s'po vinë në xhami, ka shku të për Amiri sallallahu alaihi wasallam, ka të regu këtë rast. Pse ai s'po vjen në xhami? A di shkej ka thonë pejgamberi, shkoni, përgëzoni ata në shtëpi dhe thuj ti për banorët e xhenetit. A dini pse? Pra vetë që e ki respektin ndaj Allahut dhe dërgumit të tij. Ku është respekti jon kur ndëgjojmë fjalën e Allahut? Ku është respekti jon kur ndëgjojmë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam? A dini vllazni se çka ka ndodhur këtu në parë? Kur ka tregu Imam Ahmedi, Allah më shërë, hadithe, dhe me kush e ka ngrit zanin, thuj që ka gjumë me buraleca. Unë për thënë, ka thënë për Ahmedi të përfula, subhanallah. I mëse nërë për të keqë, ama bëjmë është tema që e fitujmë i gjenetin për shka më ju binë profetit, sallallahu alaihi wasallam. Kër ndëgjujmë hadithin e profetit, për minë të të nëheshtë. Sa ndi parë me fitu gjenetin, ko ka kush, më ju binë profetit. E që tash e sjellmi argumente. Thot për Amiri sallallahu alaihi wasallam, kullu ummeti yadkhuluna al-janna illa man aba. E gjithë ummeti jam kam i në xhenet përveç atyre që refuzojnë. Pëtë që ashtë këtu me na pyet neve, a ki qef në xhenet? Kush refuzon? Pse ç'është në xhenet? Këti do i xhenetin. Dhe për çata po mundohemi na me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall. Pastaj i thanën sahabët, "Wa man ya'ba?" O i dërgumi Allahit, a pas ka njerë që refuzojnë me smi në xheneta? Atër ka një vëtat, "Men atani dakhala al-janna wa man asani faqad aba." Kush do që mu bindet mu sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, ai ka me në xhenet. Kush do që refuzon sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai vetë që ka refuzuar veten e vet me në xhenet. Subhanallah. Për këta ka metë edhe fjala e shahadetit, dëshmisë kur timna në Islam dhe jemi musliman, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Allah dhe pejgamberi, ju bindni Allah, e adhurojmë Allah, ju bindni e profetit dhe është adhurojmë për neve bindja e tij. Subhanallah. Pastaj e vëllezër, sendi i dytë, sendi i dytë që ne na bën me fitu xhenetin është qiyamul lejl, it'amu ta'am, ifshu salam, 3 sende. Me fal namaz natë, që është që në fundit e kemi. Me bën ushqim, sa që në fundit e kemi, jep ushqim sa të mënesh, hajde në xhami. Hajde në xhami e jep iftar, syfyra jep. Është e vërtet, Allah shëllit njëzët që japin iftara, kjo është një hajr i madh dhe i mirë. Që shakon për me kush dhe që ushen një agjerus, nuk ju pakësot shpërblimi i ti. Çfarë ibadete ka bëj, sa leximin e ka bëj një tek këtë jamër shpërblimi, vetë që i ke dhënë ushqim një agjerusi. Dhe që në fundit, hajde në xhami fal namaz natë edhe thuj se fyrin e keni për meje. Prandaj dita e dhëçit fundit, natën të shfrytëzon syfyrin, ama ditën e shpërblimit ja merr. Subhanallah. Pastaj me dhon selam, me përshëndet njëri tjetër. Me dhon selam, me përshëndet njëri tjetër. E për ta thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Eyyuhan nas, o ju njerëz, afshu selam." Jepni selam, jepni paqe, po shashni njëri me tjetrin, kur jep selamun kashni njëri me tjetrin. Pastaj wa at'imu ta'am, jepni ushqim. Na do nginin stomakët e barkat e muslimanëve. Ose në arham keni parafisë të lidhur të mirë, mani da thonë lidhë, mani
lidhet farefisnore, mos e shkotni lidhet farefisnore. O sallu bil lejli, dhe falni namaz nate, pastaj vëllezër të dkhuluna në xhennet bi salam, keni me në xhennet me paqe dhe me selam. Me këto ju vëllezër, të e përfundojnë në ligjëratën, se është koha e lutjeve, shfrytëzani para iftarit, bani lutje, nga se pranon lutjet.